nuk po e thoja për modesti, për qenë. Po. Faleminderit zonja, faleminderit shumë që s'marrin. Përshëndetje. Unë mendoj që nga po ta marrim programin e Partisë Demokratike edhe të përpiqemi që të japim një fizionomi, ta pikturojmë, ajo ka fytyrën e një nëne shqiptare. Ky program ka fytyrën e një nëne shqiptare. Ka zemrën e një nëne shqiptare që flet me dhimbje dhe i përgjigjet kësaj dhimbje të madhe me një program që i shëron pak nga pak çdo plagë. Plagën e varfërisë, plagën e mungesës së fëmijëve, plagët e mungesës së një perspektive qoftë për arsimin, qoftë për shëndetësinë, problemet e tjera përmendi dhurata legalizimi që është streha. Pra flet ka fizionomin e dhimbësurisë në një nëne, të fuqisë një nënë kur ka probleme e gjen fuqin nga brenda, edhe çfarë do lloj problemi edhe fizik po të ketë, bëhet një shqiponjë vërtet për të mbrojtur gjën më të shtrenjtë që ka familjen e vet. Kështu që ky program mendoj që i mishëron të dyja këto element tipik të një nëne shqiptare që në fund të fundit është edhe zemra më e fuqishme e kësaj shoqërie e këtij vendi dhe jo turpi i këtij vendi siç do ta portretizoj Edi Rama si njëri pa ndjeshëm, pa identitet që nuk ka asnjë element njerëzor. Ky është programi i Partisë Demokratike sot dhe unë këtë gjë, jo se e them unë kështu, po e kam parë në reagimin e njerëzve në rrugë. Nga të gjithë njerëzit që kam takuar, njerëzit që ma kërkojnë ose e presin ndryshimin dhe që e thonë me forcë më të madhe janë zonjat. Ato thonë ka ardhur koha për ndryshim. Ndryshimi duhet ndodhi tani dhe ju jeni ndryshimi. Këtë gjë ndesh çdo ditë, këtë gjë ma thonë çdo ditë. Dhe duke përforcuar edhe një element të tretë që do të vazhdoj ta përsëris sa herë që të kem mundësi, çdo grua, pa përjashtim, më ka thënë dy gjëra, on ka ikur fëmijët ose s'duat më ikin fëmijët. Dhe më erdhi një zonjë përpara disa ditësh, vinte nga Oxfordi doktor, jetonte atje, dhe u trondita kur më tregoi se sa shqiptar jetojnë sot në Oxford. 89.000 shqiptar janë larguar nga Shqipëria dhe jetojnë në Oxford. Mendojnë qytetet e tjera, vetëm në Oxford jetojnë 89.000 shqiptar. Dhe ajo erdhi dhe më tha, unë i kam syt këtu, unë dua të kthehem, jam bashkë me familjarët mit, ishin 20 veta nga familja e saj që jetonin atje, dhe kishte shumë të tillë që jetonin bashkarisht, pra kanë tërhequr njëri tjetrin, vetëm sepse këtu nuk kanë gjetur një perspektivë, një të ardhme për veten dhe për familjet e tyre. Dhe u njoh me programin çfarë premtonim ne, ishte pozitive, pra e mirëpriti çfarë i tregova nga pikat tona, jo thjesht për paketën e dhimbësurisë, edhe por për çfarë duam të bëjmë edhe që shqiptarët të kthehen atë, edhe të ndoshta të sjellin dhe investimet e tyre këtu, për ata që kanë punuar me ndershmëri atje, por në fund ditës i kanë përsëris syt këtu. Dhe ajo çfarë më tha zonja që takova para 3 ditësh, ajo u kthye po dje në Angli, tha dëgjoj, tha, unë dhe 20 familjarët e mi do të votojmë për prindrit tanë që kemi lënë këtu. Dhe këtë program që u flet prindërve tanë, po dhe ne bashk, e ka vetëm Partia Demokratike. Kështu që unë kam besim që ne do të kemi një vot pro Partisë Demokratike, pro programin ton, po ajo që është më rëndësishmja, një vot që i flet një Shqipërie plot jetë. Dhe këtë gjë kam gjetur në rrugët e Tiranës, këtë gjë besoj kemi transmetuar gjitha bashk, edhe me njerëzit që kemi takuar, dhe do të vazhdojmë ta bëjmë me çdo njeri tjetër që do takojmë në ditët mbi. Faleminderit. Përshëndetje të gjithave, faleminderit zonja që jemi bashkë dhe inspirohemi edhe nga njëra tjetra me fushatën që po bëjmë në gjithë territorin e Tiranës. Doktor, unë dua ta filloj, kam rendit disa